إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall, me një frikë të sinqertë, dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shtyp të keqen, mirë po atë sillim me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Kur Allahu Azza wa Jall na obligoi agjerimin, edhe na tregoi se është bërë obligim ashtu si është bërë obligim atyre para nesh, pas kësaj tha ayyaman ma'dudat, ditë të caktuara dhe të numëruara. E çdo gjë që është e numëruar edhe shkon shpejt. Ka shku shumica Ramazanit, mirë po ka mbetur me mira e tij, mirë po ajo që më vjen ndërmend është fjala e Allahut Azza wa Jall, ja lejteni qaddamtu li hayati. Mirë për mu, sikur të kisha me punu më tepër për jetën time. Se realisht jeta nuk është vetëm kjo që po jetojmë tash, mirë po është jeta për tejme, ringjallja, kur njerëzit të dalin për Allahut Azza wa Jall, e ku na informon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi se do të ballafaqohemi me Allahun Azza wa Jall, do të na thotë se ja, këto janë veprat e juaja, ja u kam ruajtur ato dhe pja u prezantoj. E kush gjen veprat mira, të falenderon Zotin. Mirë po kush gjen diçka tjetër, mos të akuzon askën tjetër për vetëm vetes vet. Pra thjesht jeta po shkon, ditët po shkojnë, edhe muaj Ramazanit po shkon, edhe gjithmonë e kem dertin se a ditë kur dalim për Allahut Azza wa Jall, mos jem prej atyre që thojmë mirë për veten tonë, sikur të kisha punuar në dynja. E rahmeti i Zotit është që akoma s'ka përfunduar Ramazani. Rahmeti i Zotit është se elhamdulillah kemi akoma ditë caktuara, edhe i kemi ato ditët më të mira të vitit, 10 netëshën e fundit të Ramazanit, në të cilën gjendet nata më e madhe e vitit, nata e Kadrit, nata e faljes, se ai i cili e ngjall këtë natë me adhurim dhe me ibadet,
shpresohet që Allahu Azza wa Jalla më ia fal mëkatet e vitit kaluar. Ashtu siç na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai cili e ngjall natën e Kadrit me adhurim, duke besuar në Allahun Azza wa Jalla sinqerisht, duke shpresuar shpërblimin që ka përgatitur për robët e tina, Allahu Azza wa Jalla ia fal mëkatet e kaluara. Natë e cila rrethohet me melaçe, me numër të madh të tyre, duke ju prirë Xhibrili, saqë ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk ka pjesë tokës, pllëm tokës, vetëm se ka melaçen e të. Pra thjesht ka numër aq të madh sa edhe gurët që jenë në tokë. Nata e Kadrit është e natë në të cilën ka zbritur libri më i mirë që është drejtuar njerëzimit. I është zbritur njeriu më i mirë i cili ka zbritur ka ecur mbi sipërfaqen e tokës. Mirë po i ka zbritur dhe i ka ardhur umetit më të mirë i nxjerrur për njerëzimit. Ajo është nata e Kadrit, e cila është më e mirë se 1 muaj. E rahmeti Allahut dhe urësia e tij ka dashur që këtë natë mos na e cakton se është e 21-ta, 23-ta, 25-ta, 27-ta, 29-ta. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kërkone në 10 netëshën e fundit të Ramazanit, që të jemi më aktiv, që të bëjmë më tepër ibadet, që të përkushtohemi edhe më tepër Allahut Azza wa Jall, pikërisht siç vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur vinte 10 netësh e fundit të Ramazanit, u angazhonte më tepër se që u angazhonte pjesën tjetër të Ramazanit. Pra thjesht, nëse pjesën tjetër të Ramazanit e bashkonte xhumin dhe ibadetin, edhe flante edhe u falte, edhe flante edhe bënte dhikr e lexim të Kuranit, kur ishte 10 e fundit ma nuk ishte xhum. Mirë po tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha se kur ishte 10 e fundit, e ngjallte jetën, e ngjallte natën, ju largonte familjes dhe i zgjonte që edhe ata të bëjnë ibadet dhe të adhurojnë Allahun Azza wa Jalla me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu ishte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, mirë po kështu ishin edhe sahabët dhe njerëz të mirë që shkuan xhumët e tyre. Se tregohet për Omerin radhiyallahu ta'ala anhu se i zgjodhte 2 imam me zot mirë, Ubej bin Ka'b edhe Abi Tamim ad-Dari, edhe i thoshte që të i prin namaz xhamatit, edhe të lexonin Kur'an, e tregon transmetuesi se lexonin me qindra ajete, saqë aq shumë e zgjatshin namazin sa u deshte edhe mu mbështet në një shkop mu mbajt, edhe nuk e krynëm, nuk e përfundonim namazin e natës, vetëm se pak para sabahut. Thjesht ky përkushtim duhet me qenë, e ka pas prej tyre që thjesht jo vetëm namaz, po u përgatite me pastrim, e me rroba të bukura, e i parfymosur, se po shkon me bashkëbisedu me Allahun Azza wa Jall dhe me i kërkuar dhe me ba lutje Allahut Azza wa Jall. E veprat e mira që duhet me i pas konsideratë që janë shumëta, e prej tyre është çështja e namazit, e sidomos namazit farz, nga se realisht ngjallja e natës së Kadrit dhe 10 netëve nuk bëhet mazë më të mirë se me që Allahu Azza wa Jalla ka obliguar. Namazi i akşamit, namazi i yatsis, namazi i sabahut, nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e fal namazin e yatsis, Allahu Azza wa Jalla shkon gjysmën e natës si është duke u falur. Nëse e fal namazin e sabahut, je shkon gjysmën tjetër që i bie nëse e fal farzën e yatsis dhe farzën e sabahut, i bie se e ka ngjall tër natën me ibadet. E këto duhet njeriu mos mi ngatru gjërat, që thjesht më përkushtu vetëm me çështje vullnetare, siç është namazi i natës, e me ik namazi i yatsis apo me ik namazi i sabahut, nga se nuk i afrohet robi Allahut Azza wa Jall më asgjë më të dashur se ma që Allahu Azza wa Jall ja ka obliguar atë. Dhe shembulli i atij i cili afrohet Allahut Azza wa Jall me çështje vullnetare, e i lën obligimet, ka gjë shumë i përgjithshëm atij i cili thjesht
agjeron e nuk falet, e ndërton një pallat e shkatron një qytet. Mirë po besimtari edhe ndërton qytetin, edhe ndërton pallatin, edhe i kryen farzet dhe obligimet, mirë po edhe i fal çështjet dhe namazet vullnetare dhe punë vullnetare. E prej punëve më të mira vëllezër të nderuar, të 10 të fundit, padyshim se është etikafi, që shumë për juve ndoshta nuk keni dëgjuar se çka është kjo fjalë, nga se kjo traditë vetëm se është zbeja dhe pak po praktikohet në vendin tona. Ajo është që një njeri i cili me përfundimin e diellit të ditës 20 të Ramazanit, pra dje me akşam, vendos që me hi në xhami, me qëndru në xhami deri në përfundimin e ditës së fundit të Ramazanit, që thjesht përkushtohet në ibadet edhe në adhurim, thjesht të koncentrohet që vetëm Allahu Azza wa Jall t'i bën adhurim ashtu siç e kishte praktik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fillim të jetës së tij kur del në Medinë, bënte itikaf dhe ditëshin e parë të Ramazanit. E vjen i thot Xhibrili më përpara kërkon natën e Kadrit. E bën itikaf mas andej 10 ditëshin e mesëm. Prap i vjen Xhibrili thot kërko më përpara. Edhe në fund bën 10 natëshin e fundit, edhe kështu të ka vepruar deri se ka vdekur, edhe ka traditë kanë vazhduar pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe bashkëshortet e tij, edhe besimtarët që realisht me qëndruar në xhami, me bë ibadet në xhami, me u fal në xhami, me bë dhikr në xhami, me lexu Kur'an në xhami, realisht më u përkushtu me tërçënjen njeriu Allahu Azza wa Jall dhe mos me lën hapësirë që thjesht me dhe koncentrua edhe me e preokupua diçka nga këto çështje të kësaj dunjas. Sikur njeriu kur vjen edhe qëndron në xhami, është si ai personi që kanë thënë selefi, i cili thot nuk e lëshoj derën e shtëpisë apo derën e pragut pa më fal o Zot. Thjesht qëndron në derë në shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, duke qenë insistues që Allahu Azza wa Jall me e falë dhe me e pranuar adhurimet, sa që një farforme me gjuhën e ti edhe që se thot me trupin e ti se o Zot, unë nuk do të largohem prej këto, vetëm se kur ti të më falësh. Unë nuk do të largohem prej këto, vetëm se di këti do të më falësh. Se itikafi vëllezër të nderuar është qëndrim në xhami që njeriu të bashkëbisedoj me Allahun Azza wa Jall, të ndjen prezencën e tina, të përkushtohet atij edhe pse përkushtimi Allahut Azza wa Jall ndaj neve është më i madh. Nga se ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin qudsi se Allahu Azza wa Jall ka thënë se unë jam të robi ashtu siç ka mendim për mua. Nëse mendon se jam bujar, më gjen bujar. Nëse mendon që jam falës, më gjen falës. Ashtu siç më mendon mua, ashtu unë jam për të. Dhe ai person i cili me përmend veten e tina, me kujton veten e tina, e kujtoj unë veten time. Ai i cili me kujton mua, me përmend mua një shoqëri, e përmendin një shoqëri më të mirë. Ai i cili thot Allahu Azza wa Jall ma afrohet mua një pëllëmb, i afrohem një krah. Ai i cili më afrohet një krah, unë i afrohem edhe më tepër. E ai i cili vjen te unë duke ecur, shpejt dhe më thonë shkon ka Zoti edhe me një lëvizje të lehtë. Allahu Azza wa Jall thot unë i afrohem atina duke vrapuar. Pra thjesht qofse njeriu i përkushtohet Allahut Azza wa Jall, le të din se Allahu Azza wa Jall i përkushtohet edhe më tepër atina. E njeriu don që në 10 ditën e fundit të pastron zemrën e vet, të pastron shpirtin e vet, të jetë prej atyre që Allahu Azza wa Jall i don, i ka dosta, i ka miq, e i ka ivlia. Nga se në hadith tjetër qudsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se njeriu nuk i afrohet më asgjë më të dashur Allahut Azza wa Jall se me ato gjërat që ja kam obliguar. Dhe njeriu vazhdon të afrohet në të Allahu Azza wa Jall me çështje vullnetare derisa të dua. E kur të dua robin, atër bëm syri i tij me cilën shiqon, veshji i tij me cilën ndëgjon, dora e tij me cilën prek, këmba e tij me të cilën ec, dhe nëse më kërkon diçka, do t'i përgjigjem mirë, po edhe nëse kërkon mbrojtje, do të mbroj, nga se realisht njeriu është bërë dështi i Allahut, është bërë i Allahut Azza wa Jall, mirë po duke filluar me obligime e duke pasuar
me çështje vullnetare, e po kthehem aty ku e fillum. Ja lejteni qaddamtu li hayati, të mirë për neve që s'kem përgatitur për jetën e përtejme, e pasi që kam mbetur akoma kohë. Atëherë duhet që njeriu që të vendos këto ditë të mbetura të Ramazanit, të shfrytëzon me adhurim dhe ibadet, me përkushtim, me sinqeritet, që nesër ditën e gjykimit mos jenë prej atyre që pendohemi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë të dëgjon një njeri duke bërë dua, edhe po e pyet se çka po thu, çfarë duaje duke jetë e bë. Edhe tash sikur ai ngushtohet se nuk dhe me bërë dua si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo si Muadhi, i cili është pe shokët zgjedhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thotë ja Rasulullah, unë nuk di me që nis fjalë se te dhe Muadhi, vetëm që thëm o Zot, më jap xhenetin dhe më ruaj prej zjarrit të xhenemit. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë hawlaha nutandin, edhe na dy që të rrëth që të kërkesë kemi, gjithë e kemi këtë kërkesë. Që është domethënë e dëshira jonë që Allahu azza wa jalla na jap xhenetin, mirë po edhe të na shpëtoj prej zjarrit të xhenemit. Mirë po për më fut njeriu në xhenet dhe me shpëtu prej zjarrit të xhenemit, e ka një pengesë. Ajo është mëkati, vëllezër të nderuar, gjunahi, e cila është pikë e zezë në zemër, e cila është perdë në sy, e cila është helm në trup, e cila të pengon prej suksesit edhe t'i kurthon punët, edhe ndoshta edhe dënimet e Allahut azza wa jalla këtë dunja para ahiretit janë pikërisht për shkak këtyre mëkateve. Mirë po, rahmeti Allahut azza wa jalla është i madh. Allahu azza wa jalla e shtrin dorën e pendimit mëngjes, pendohet mëkatari mbrëmjes. E shtrin dorën e pendimit mbrëmje, të pendohet mëkatari i ditës. E që ja kanar të ditë të fundit ti përfundojmë me istighfar, ti përfundojmë me kërkim falje. E pra të ka ardhur në hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, kur e ka pyetur ja Rasulullah, nëse e çelloi natën e Kadrit, cilën dua më e bë? Çka më lyp Allahu azza wa jalla? Edhe mëson mi thon Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, e dëm faljen, atër më fal edhe mua. Edhe këtë dua mësoni vëllezër të nderuar gjithë për juve, edhe në arabisht, edhe në shqip, edhe me ditë çka po thoni, edhe me shpeshtu shumë këto ditë duke kërkuar Allahut azza wa jalla falje për mëkatet tona. Të pendohem sinqerisht për to. Të kërkojmë hallallak prej atyre mëkateve që ti kena shkaktuar dëm tjerëve, që Allahu azza wa jalla na pranon lutjet tona. E nëse dojmë të jemi të falur, atëherë falni një tjetrin, filloni duke falur, nga se në kështu e të rjekum falin e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall na fal neve. Allahu azza wa jall na i fal mëkatet tona. Allahu azza wa jall na i fal prindrit tanë. Allahu azza wa jall i fal këtë musliman në përgjithësi. Allahu na mundsoft që me shfrytëzoj këto 10 net të mbetura me adhurime dhe me lutje. Edhe Allahu azza wa jall na largoft çdo pengesë e cila ka mundësi na angazhon dhe preokupon, që mos më dhon hakun këtyre ditëve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.